Më 24 maj të vitit 2012, Thorbjørn Jagland, në atë kohë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, vizitoi për herë të parë Tiranën me rastin e marrjes nga vendi ynë të presidencës së Këshillit të Evropës. Në vend, forcat politike ishin përfshirë në debatin për zgjedhjen e presidentit të ri që do të pasonte Bamir Topin. Gjatë një konference me ministrin e jashtëm të kohës, Edmond Haxhinaston, ai u bëri apel palëve për një figurë konsensuale. Por për te situatës politike, zyrtarit të lartë të Këshillit të Evropës i kishin bërë përshtypje dhe vajzat shqiptare. Nuk hezitoi ta shpreh këtë në një email dërguar Jeffrey Epsteinit më 25 maj të vitit 2012, vetëm një ditë pas vizitës zyrtare në Tiranë, ku kishte takuar edhe kryeministrin e kohës Sali Berisha, në fundin e mandatit të bashkëqeverisjes me Ilir Metën. Jeffrey, nuk e kam telefonuar ende. Kam qenë në Tiranë, vajza të jashtëzakonshme. Shkruante Jagland gjithashtu ish kryeministri Norvegjisë në një pjesë të emailit të dërguar Epstein, në të cilin, siç ai i kthen përgjigje më pas, kuptohet se duhet që të kishte telefonuar një personazh me emrin Barbara Daniels. Nëse nuk e ke telefonuar ende, i përgjigjet Epstein, atëherë Bill Richardson do ta marrë. Ky i fundit ishte politikan dhe diplomat amerikan, që ka flet edhe një herë për përfshirjen e zyrtarëve të lartë në dosjen e bërë publike Epstein. Në 3 milion faqet e reja të publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për dosjen e Jeffrey Epstein, shfaqet edhe emri një vajze shqiptare. Bëhet fjalë për një email që ajo ka dërguar në mars të vitit 2017, në atë kohë 22 vjeçare, tek një person, emri i të cilit është fshirë në dosje. E reja interesohet për punë si asistente personale dhe fillimisht dërgon një CV. Përshëndetje, jam e interesuar për punën për të cilën i that Ivan Luthras, por unë nuk jetoj në SBA. A përbën kjo një problem? Shkruhet në emailin që ka dërguar e reja. Ivan Luthra, që ajo përmend është një investitor indian në fushën e teknologjisë dhe kriptovalutave. Personi të cilin ajo kontaktoi për aplikimin nuk nguron t'i kërkoj foto dhe menjëherë komunikon me Epstein përmes emailit. I dërgon edhe fotot e saj dhe e pyet nëse duhet ta intervistoj vajzën për të cilën thot se jetonte në Paris. Komunikimi ka vijuar edhe 4 ditë më pas, ku Epsteinit i përcillet edhe një video e vajzës.